Kampionati 2025-2026 në Ligën Komunale të Tetovës, ku marrin pjesë 12 skuadra nga rajoni Tetovës, po i afrohet fundit pasi janë zhvilluar 19 xhiro dhe kanë mbetur vetëm edhe 2 xhiro të fundit, ku bindshëm i vetmuar kryeson klubi Cetinska me 51 pikë para ekipit Shari të Gloxhës që ka 44 pikë. Komisari i garave në kuadër të lidhjes futbollistike komunale të Tetovës, Mujdin Livoreka, u shpreh i kënaqur me rrjedhën e kampionatit pasi nuk është regjistruar asnjë incident siç ndodhte vite më parë. Sfida vazhdon të mbetet infrastruktura sportive. Pak jam befasu se nuk është si kohat më përpashme, me siguri ju vetë e dini, se liget komunale ka qenë shumë vështirë. Që ta çdo ekip që merr pjesë, kushtet elementare i kanë. Vetëm problemi është pak të infrastruktura, si për shembull komunën e Zhelinës, komunën e të Arsit, aty marrin pjesë 5 ekipa. Që aty kena një vështirësi pak, a për kushtet elementare, çdo ekip i kanë kushtet e mira, për shkak se mund ndihmojnë shumë mërgjimtarët, dhe ato kushtet më përpara që kishin problem të asë nuk i kanë. Në të gjitha ekipet ka emra të njohur të futbollit, të cilët kanë edhe përvojë në ligën e parë, prandaj cilësia e kampionatit është në nivelin e kënaqshëm. Do bën një miks lojtarë që e kanë lënë karrierën e futbollit edhe lojtarë të ri. Si për shembull ne kemi një rast këtu te klubi Jehona, aty luan veterani Izaj Remini, të cilën për momentin është gollëshënues, me 22 golla. Mbas atij vjen një lojtar i mirë, Lori Klika, të cili ka pasur një karrierë fillim të mirë. Sipas rregullave dhe statutit të LFK Tetov, ekipi që shpallet kampion kësaj radhe, klubi futbollit Cetinska, me automatizëm bëhet pjesë e ligës së tretë Perëndim. Në javën e 19 në ligën komunale u shënuan këto rezultate: Piroku Jehona 0-1, Hajduk te Arsa 0-3, Liria Dardania 2-1, Cetinska Vllazrimi 5-0 dhe Shari Besa 2-1. Në xhiron e 20 takohen Rufeja Cetinska, Vllazrimi Liria, Dardania Shari, Besa Hajduku, Te Arsa Piroku dhe Jehona Pallatica.